Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sekretin e bukurisë dhe pas kemi patur gjithë kohën në kuzhinë, ja si ta përdorni. Kujdesi për fytyrën është një pjesë e rëndësishme e ritualit të mirëmbajtjes për çdo femër, por jo më pak të përjashtuar duhet që të ndihen edhe meshkujt. Në këtë video, ne do t'ju propozojmë maska 100% natyrale të cilat eliminojnë qelizat e vdekura të lëkurës dhe ushqejnë atë. Sekreti i tyre qëndron pikërisht tek përdorimi i sodës së bukës. Maska me kanellë, sodë buke, mjaltë dhe limon për të eliminuar qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj sodë buke, 1 lugë çaj kanellë, 1 gjysmë limoni shtrydhur dhe 5 lugë çaj mjaltë. Përzieni të gjithë përbërësit derisa të formohet një masë homogjene. Vendoseni mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për 15 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ftohtë. Kanella ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antiinflamatore që parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe poreve të bllokuara. Ndërkaq, mjalti ka edhe antioksidues dhe i jep butësi fytyrës. Maska me sodë buke dhe qumësht. Në një enë ju duhet që të shtoni 1 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë gjelle me qumësht. Përzieni që të dy përbërësit derisa të formohet një maskë. Më pas me ndihmën e një sfungjeri të butë, lëreni të përhapet maska në lëkurën e fytyrës tuaj. Ajo duhet që të jetë e njomur paraprakisht. Lëreni atë mbi fytyrë për 30 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm. Kjo maskë i rikthen elasticitetin e munguar lëkurës falë sasisë së lartë të mineraleve dhe vitaminave që përmban qumshtit, të cilat ndihmojnë edhe në shtimin e prodhimit të kolagjenit. Kanella është një nga erëzat më të shëndetshme të gjitha kohërave. Ajo ofron një sër përfitimesh për organizmin nga koka tek këmbët. Kjo erëzë rekomandohet gjerësisht për shëndetin e lëkurës sepse i rikthen asaj gjallërinë dhe gjithashtu shkëlqimin tuaj urinor. Këto janë përfitimet që ofron kanella për lëkurën. Shëron aknet. Kanella është e pasur gjithashtu me antioksidant. Ajo lufton mykun dhe bakteret që shkaktojnë probleme më të mëdha me lëkurën. Kanella gjithashtu e përthan lëkurën dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Hidratimi i lëkurës. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut i jep lëkurës lagështinë e nevojshme. Për hidratimin e lëkurës rekomandohet përzierja e 3 pikave të vajit esencial të kanellës me disa lugë gjelle me vaj ulliri. Me këtë maskë mundet që të lyeni edhe buzët e thata. Kundër lëkurës së thatë, kanella eliminon gjithashtu qelizat e vdekura të lëkurës dhe rikthen gjithashtu butësinë e saj. Ju mund të përzieni vaj ulliri, vaj bajame, mjalt, krip dhe kanellë kundër tharjes së lëkurës. Përzieni 1 lugë çaj me kanellë dhe 1 lugë çaj me mjalt. Rezultatet e para kundër ekzemës priten brenda një jave nga përdorimi i kurës. Maska me kanellë dhe gjithashtu shërben kundër rrudhave. Ajo rekomandohet gjerësisht edhe kundër rrudhave të moshës. Për përgatitjen e kësaj kure ju nevojiten gjysmë lugë çaj me kanellë me 1 lugë gjelle me mjalt. Maskën ju mundet që ta mbani në fytyrën tuaj për 5 deri në 10 minuta. Më pas shpëlajini me ujë të vakët dhe thajini me peshqir. Ekspertët thonë se kjo maskë duhet aplikuar në lëkurë të paktën 2 herë në javë. Kombinimi i mjaltit me kanellë përbën një maskë shumë efikase kundër shenjave të moshës. Antioksidantët tek kanella dhe mjalti luftojnë radikalet e lira të cilët gjithashtu janë përgjegjës për rrudhjen e lëkurës. Ato luftojnë inflamacionin dhe mikrobet që shkaktojnë dëme në lëkurë.
Kanella mundet që të shkaktojë irritim tek disa lloje lëkurash. Përpara se ta vendosni në fytyrë, bëni një test duke aplikuar në një zonë tjetër të lëkurës dhe nëse ajo e acaron atë, është e udhës të mos e përdorni në fytyrë. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, gjithashtu rrudhat dalin përpara kohë, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe gjithashtu duhani. Rrudhat munden që të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer kështu lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur për çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep lëkurës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rrihni të bardhën në një vezë dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos gjithashtu lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudha dhe gjithashtu i jep lëkurës tuaj shkëlqim dhe shëndet gjallëri. Aloe vera. Përzjeni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për deri 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit, e cila zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzjeni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.